Futbollisti kosovar Mergjan Halilaj ka marrë sot rrugën e Gurbetit. Futbollisti KF Arbanas në ligën e dytë ka dhënë njoftimin prekës, duke thënë se nuk po ikën në Gjermani nga dëshira, por nga dëshpërimi. Largohem, por jo nga dashuria për vendin tim, por nga mungesa e mundësive. Sot po largohem nga Kosova, jo sepse e dua më pak, por sepse këtu mu dha mundësia që e meritova me përkushtim, po unë e dije. E përfundova shkollimin si infermier me nota të shkëlqyera, më shumë dashuri për profesionin dhe me dëshirë të sinqert për të ndihmuar njerëzit e vendit tim, por fatkeqësisht sistemi këtu nuk më hapi dyert, më mbyllën mundësit, jo sepse nuk isha jaftë, por sepse shumë herë vlerësimi nuk vjen për ata që meritojnë, por për ata që kanë dikë, për ata që kanë para. Jam i zhgënjur, por jo i thyer, sepse besoj se diku tjetër puna ime do të vlerësohet. Me përgjullësi dhe shpresë, po nis një kapitull të ri në Gjermani ku do të punoj me dignitet si infermier për të bërë atë që di më së miri të kujdesem për jetën e të tjerëve. Kosovë do të mbetesh gjithmonë në zemrën time, por të rinjtë tu meritojnë më shumë mundësi, më shumë drejtësi. Kjo nuk është fundi, por fillimi një rruge ku shpresoj një ditë të rikthehem e të jemi dobishëm për ty, ashtu siç desha të jem që në fillim. E marrë me vete dashurinë për krahjen dhe kujtimet që më ke dhënë dhe i ruaj si pasuri më të çmuar. Faleminderit të gjithëve që më kanë qëndruar pranë çdo hap. Do të më mungoni shumë, por zemra ime do të mbetet gjithmonë me ju dhe me vendin tim. Kjo nuk është lam të mirë, është vetëm mirupafshim, shkruan Halili në njoftimin e tij. Kosova ka rritur përpjekjet për të bidnur një nga talentet më premtuese të mesfushës zvicerane, Leon Avdullahun. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Hakim Ademi, është angazhuar personalisht për të afruar 21 vjeçarin, i cili ka spikato me parashitjet e tij për Bazelin dhe tani ka bërë hapin e madh drejt Bundesligës me Hoffenheimin. Në Zvicër, tashmë janë të vetëdijshëm për rrezikun e humbjes së një lojtari me potencial të jashtëzakonshëm. Avdullahu ka qenë pjesë e kombëtare zinxhir të Zvicrës, që nga grup moshat U15 dhe konsiderohet si një prej mesfushorëve më premtues të brezit të tij. Mediumi zviceran Blik ka raportuar se te Zvicra duhet të kenë kujdes, pasi Kosova mund të marrë një nga mesfushorët më premtues në shtetin helvetik. Kampanat e alarmit duhet të bien për trajnerin e ekipit kombëtar të Zvicrës, Murat Yakin. Kosova është e interesuar për një nga talentet më premtuese të mesfushës zvicerane dhe aktualisht po bën përparimet e konsiderueshme. Fotografia që qarkullon ngjan me një moment në shkrimi kontrate. Në të shihet Hakim Ademi, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe Leon Avdullahu, dirigjenti mesfushës së Bazelit që fitoi 2 tituj sezonin e kaluar. Të dy shikojnë drejt kamerës. Ademi ka vendosur krahun mbi shpatull 21 vjeçarit dhe buzëqesh në mënyrë djallëzore, sikur të kishte realizuar një gru shteti, sikur ish lojtari i Bazelit dhe tashmë profesionisti i Hoffenheimit të kishte vendosur të luante për Kosovën, shkruan Blik. Por nuk është kështu, sepse në janar Avdullahu kishte deklaruar se nuk kishte marrë asnjë kontakt nga Kosova. Tani me transferimin e tij në Bundesligë te Hoffenheimi, ai papritur është vënë në radarin e presidentit të federatës. Një kafe në Bazel me yllin e futbollit Leon Avdullahu, urime për fitimin e titullit me FC Basel dhe për transferimin të Hoffenheim, shkroi Ademi në mbishkrimin e fotos. Që nga U15 Avdullahu ka përfaqësuar Zvicrën, a do të japë rezultat përpjekja i 63 vjeçarit Ademi? Një gjë është e qartë, Avdullahu, i gjyshit e cili dikur jetonte në Zvicër, është një vendas i vërteti son në turnit dhe ndihet më së shumti në shtëpi në Gerlafinger, një komunitet me 6.000 banor në rrethin e Vasseramt. Ai ka luajtur për Zvicrën që nga nivelli U15 dhe duket se është vetëm çështje kohe para se të marrë thirrjen e parë në ekipin kombëtar të të rriturve. Kështu që flet me zyrtarit të shoqatës zvicerane të futbollit, i kupton respektin që gëzon Avdullahu brenda federatës. Zvicra është e pozicionuar mirë në mesfushën qendrore, me Granit Xhakan dhe Ardonia Sharin që kryen në rol të rëndësishëm, por një lojtar si Avdullahu me një 71 paraqitje zyrtare në mesfushë në këtë moshë të re, është i renditur ndër 4 mesfushorët më të mirë U21 në botë
nuk ka arsye të ketë frikë nga konkurrenca. Vet Abdullahu nuk është duke menduar aktualisht se për cilën skuadër kombëtare do të luajë. Fokusi i tij është te Hoffenheimi, që nis përgatitet për sezonën e ri në katërkorik. Ai shihet si një lojtar kyç në planet e trajnerit Christian Ilzer, shkruan Blick.